luajtë ndeshjen e parë, nëse mban mend me Vllaznin si titullar. Çfarë ndjeve? Maj mend që ndeshjen e parë e kam luajt mund të jetë viti 86. 86 e kam luajt me naftetarin e qytetit Stalin. Kena hum 1-0 dhe kujtej shumë mirë. Humbet penalltin Roland Luçi. Sinqerisht Gjergjit, edhe sot e kësaj dite, edhe kur diskutoj me shokët e mi, me miqtë e mi, nuk e besoshi që los për Vllaznin. Nuk e besoshi që kisha arrit me lujt dhe nuk e kuptoshi që jam të lujt për një qytet. Jo për atë ditë, po për shumë kohë. Dhe unë e shifshe, thashe edhe herë, në momentin kur kam shku në ekip parë, ishin shumë emra të mëdhenj të futbollit, jo të Shkodrës, po Shqipërisë. Dhe unë nuk e besoshi që jam me ta, dhe nuk e besoshi që unë stërvite me ta. Ishe shumë i ndrojtur, ishe më i vogli. Ato ishin me eksperiencë të madhe, me emra shumë të mëdhenj. Dhe kur më ardhi momenti që të los me ata njerëz dhe me ata figura shumë të mëdha, unë nuk ishe i vetëdijshëm se jam pjesë e tyre. Për mua ishte një gjë shumë e madhe. Kur unë ishe po u marrë, ose kur unë ishe po shku te Vllaznia, i shifshin rrugë, i shifshin pjacë, i shifshin me allorim. Këja filani, ndoshta i moment erdhe u bana dhe une. Por, sinqerisht, në ato fillimet e mia ishin shumë vështirë t'i shkosh për shtatë ty në shumë emrave të mëdha që unë gjeta në ekip.